Armando, përshëndetje. Nga Ministri i Mbrojtjes, mund të kalojmë tek Ministri i Sulmit. Ju mungon goli, por mbi të gjitha tifozëve shqiptar i mungon broja. Është kjo ndeshja e dur që ne të çojmë brojën tek goli dhe sigurisht tek fitoria? Për mua më e rëndësishme është për me fitu ndeshjen, për me marrë 3 pikë, si kja është rezultati që na duhet. Për mua unë jam, unë normalisht kam qef me bo gola, po për mua gjë ma bukur është për me fitu ndeshje, me ndihmu ekipin, me pasime, me topa, edhe me gola në qoftë se më del rasti, po si thash, më e rëndësishme për mua është për marrë 3 pikë dhe me fitu ndeshjen. Broja, përshëndetje. Një sfidë jo si gjithë të tjerët, flasim shpesh për presionin, për profesionalizmin tuaj, këto i dim të gjitha, megjithatë si është atmosfera brenda ekipit tuaj dhe keni pasur një bisedë me trajnerin Silvion, duke qenë se kjo sfidë ka një rëndësi më të veçantë se të tjerat, nisur nga shumë faktorë dhe çfarë prisni ju nga kjo përballje? Po siç tha dhe Ajeti, kjo është ndeshje e futbollit, normal siç tha të tjerët, është ndeshje e futbollit dhe është shumë rëndësishëm, po na kemi me nej shumë fokusume dhe përshëndrum për këtë ndeshje, se është ndeshje madhe, si jena kalozim edhe jashtë shtëpijet, po normalisht se na e dim gjithë se është ndeshje madhe, po normalisht kemi me nej bashkë si skuadër, kemi me nej ju edhe trajnerin dhe me bo që duhet në fush për me fitu ndeshje. Mantho Prokopi, Syri Televizion. Goli i fundit me Kombëtaren daton më 3 qershor të 2024 në Mjistore, ndërsa në një sfidë zyrtare daton në vitin 2022. A do doje që në një sfidë kaq të rëndësishme si kjo ndaj Serbisë të ishe në qendër të sulmit dhe jo në krahun e djathtë, dhe është kjo zhvendosje ndoshta faktori mungesës së golit? Unë them se jo, sepse ka mundësi me bo gola edhe në krah djathtë, krah majt, mes fush, varet në ndeshje, si që shkon ndeshja, po unë kam qef vetëm me ndihmu ekipin, edhe në trajneri më flet edhe shpesh më thot mua si duhet me kenë fokusuar edhe përshëndrum si ka me dal rasti, edhe kur del rasti, ndoshta në ndeshje mundet me dal vetëm një rast dhe duhet me kenë fokusuar në atë rast, sepse mundesh me shënu golin edhe me fitu ndeshjen. Edhe për mu vetëm jam përshëndrum për këta rasa si ndel, po edhe kam qef me ndihmu ekipin për me dhon asiste ose për me dhon topa për me bo gol edhe ai tjetri. Po normal si them mungon goli, po nuk i kam menjen të goli, i kam menjen për me fitu ndeshjen. Broja, kjo një ndeshje decizive, sa janë shanset reale të Shqipërisë dhe sa besoni ju ëndrrën e botërorit 2026? Na kemi shansa maksimale, dim se është grupi e vështirë, si kemi edhe Anglinë dhe Serbia janë ekip e vështirë, po normalisht si kemi shanse, kanë gjithë ekipet shanse, po na kemi me luftua dhe në fund grupit, edhe kjo ndeshje përpara është ndeshje si ta shumë rëndësishme, po i kjo është ndeshje si na ka dalë përpara dhe jene fokusuar vetëm tek këtë ndeshje dhe inshallah e fiton.